Ndryshe nga babai i tij, kryeministri Edi Rama, Gregu ka vendosur të jetojë jashtë vëmendjes mediatike. Ai ka ngjartë atit nga dy gjëra: e para, paraqitja fizike, dhe e dyta, nga dëshira për artin dhe veçanërisht për pikturën. Gregu ka një marrëdhënie shumë të mirë edhe me Linda Ramën, bashkëshorten e kryeministrit. Madje ai thotë se kur i duhet të marrë vendime që i ka shumë të rëndësishme, shpesh shkon që të këshillohet me Lindën. Edhe pse shkon shpesh nga shtëpia e babait për vizitë për të takuar vëllain e tij të vogël Zahun, Gregu prej vitesh jeton në shtëpinë e tij private. E nëse do të flasim për marrëdhëniet e dashurisë së Gregut, ai i ka mbajtur gjithmonë hermetike, por ajo që e gjynjësoi emocionalisht djalin e kryeministrit ishte ndarja nga e fejuara e tij. Edhe vetë Rama në mediat italiane ka pranuar se i biri ka qenë i fejuar, por ndarja nuk erdhi sepse dashuria përfundoi, por për faktin se ndonjëherë jeta tregohet e padrejtë. E fejuara e Gregut ishte studente mjekësisë. Ajo, vëllai i saj dhe prindrit humbën jetën në tërmetin e madh që goditi vendin tonë. Kjo ndarje e ardhur për shkak të fatkeqësisë ka tronditur shumë Greg Ramën. Çdo gjë që i duhej ishte forca për të ringritur. Për një kohë të gjatë, ai qëndroi mbyllur në studion e tij dhe më pas foli për këtë periudhë të vështirë. Gregu tha: "Unë kam punuar shumë këtë kohë për të hapur këtë ekspozit që ja kam kushtuar të fejuarës time. E vetmja mënyrë që gjeta për të përballuar dhimbjen ishte arti dhe kjo ekspozit i dedikohet pikërisht të fejuarës time, Kristit. Mungesën e saj e ndjej çdo ditë më shumë. Nuk e di nëse në zemrën time do të mbushet ndonjëherë boshllëku që më ka lënë largimi nga jeta e Kristit."